Ëmbëlsirat janë një ndër elementet të bazë në ushqimin e përditshëm. Përgjatë shekujve, ëmbëlsirat u prodhuan në mënyrë artizanale. Sot llojet e ëmbëlsirave që prodhohen në pasqyqeritë tona janë të shumta dhe përfshirë këtu receta tradicionale dhe të huaja. Një eksperiencë të veçantë ka në këtë sektor pasqyqeri Landi, që kryen aktivitetin e saj në qytetin e Beratit. Duke u bazuar në këto vlera, kësaj pasqyqerie dhe zotit Taulant Ngurza ju dha titulli mjeshtër. Titull që u akordua nga Dhoma Kombëtare e Zejtarisë dhe shoqata e bukës, pasqyqerisë dhe brumrave. Zoti Taulant, faleminderit që pranoi ftesën e emisionit Gjurmë dhe mirë se u gjetëm në pasqyqeri Landi të ndodhur në qytetin e Beratit. Mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm. Pyetja e parë ka të bëjë me faktin se si u lindi juve pasioni për të marrë profesionin e pasqyqerit. Atëherë, pasqyqeria thjesht ka qenë një hobi, më mirë të themi, si gjërat e kripra, njësoj edhe gjërat e ëmbla. Kanë qenë në familje, si unë si vllai gatuanim në shtëpi dhe nuk linim as edhe një gjë pa bërë, më mirë të themi. Duke qenë se nëna dhe babai ishin gjithmonë në punë, neve ndonjëherë s'do rinim pa ngrënë, kështu që e kishim kokën gjithmonë të furnellat. Kurse pasionin për si lindi pasqyqeria ishte një rastësi, një ditë të bukur neve ngelemi pa lek, pa punë. Një mikesha jonë na thotë që është një pasqyqeri që lihet me qera. Më mirë të thoshë se ishte pasqyqeria mirë thirr, por ishte thjesht byrek tore, me një byrek, pica dhe pasqyqeri. Shkojmë atje, bisedojmë me pronarin të themi, më mirë të themi pronarin e asaj pasqyqerie, edhe biem dakord për ta marrë me qera. E marrim me qera. Ne nuk dinim as edhe një gjë se çfarë bësh ndërkohë si nga pasqyqeria, si dhe nga byrekët edhe nga picat. Edhe na tregon si beshin, si besh pandispanja, sepse baza e pasqyqerisë është thjesht pandispanja, po bërë pandispanja pastaj po thoshte të tjera të arrihen me kohën. Na tregoi si besh pandispanja, e presim, bëjmë pandispanjën, e presim, tregoi si rifesh kremi. Javën në zhvillim kur vjen, e gjen frigoriferin e tortave, e gjen të gjithë të plotë. Zoti Taulant, bëhet fjalë për çfarë viti kur ju bëhet fjalë në vitet tratativ të parë? Bëhet fjalë për në shtator të vitit 2005. Ndërkohë me pasqyqerinë e kemi zhvilluar, zhvilloheshim edhe me byrekët edhe me picat. Edhe ky dyqan që po them, po flisem përpara. Pastaj me ligjin që ishte atëherë, ky prishet, edhe neve kaluam në një dyqan tjetër, ku ishin autonom, pastaj ishim vetë autonom. Edhe aty zhvillojmë byrekët, picat, në ndërkohë dhe pasqyqerinë. Na nihin të treja paralel. Nuk mund të ishim vetëm me pasqyqerinë, sepse ne nuk nifeshim akoma, dhe nuk mund të zhvillohesh dot vetëm pasqyqeria, duhet ishin dhe byrekët e picave, sepse ishim edhe afër shkollave dhe kjo na jepte pak dorë në larjen e qerase, në larjen e detyrimeve të tjera. Kështu që duhet të zhvillohen ndërkohë, me kalimin e kohës, pasqyqeria mori një hovë më të madh, domethënë njerëzit më tepër po kërkonin gjërat e ëmbla se sa gjërat të kripura. Dhe i lam pastaj byrekët edhe picat, edhe domethënë që ishin i lam fare dhe ne zhvilluam thjesht vetëm pasqyqerinë. Cili ishte ai vit që ju menduat të profilizoheni totalisht 100% vetëm në punimet e pasqyqerisë, prodhimet e pasqyqerisë? Në pasqyqeri thjesht diku në vitet 2014, domethënë dalim direkt pasqyqeri. Lëm janë këto që po flisem përpara dhe thjesht dalim në pasqyqeri. Aty ne zhvillohemi pastaj në torta monumentale të dasmave, edhe që ka qenë një hovë dhe mund të them që ka qenë një risi për Beratin, sepse nuk i bënte as edhe një pasqyqeri tjetër në Berat. Neve me mendimin edhe me inovacionin e të gjitha, sidomos timin, zhvillojmë të torta monumentale, si tortat me krem, si dhe torta me pas sheqeri. Një punë shumë të madhe, si unë e ka bërë dhe groja ime, një dedikohem edhe asaj shumë, sepse është edhe ajo që nëse neve jemi sot këtu, është edhe ajo puna e madhe shumë edhe asaj. Domethënë përkushtimi ka qenë të dyve, lodhja, mundimi, raskapitja, kanë qenë në të dyve neve, nuk mund të them se vetëm ka qenë vetëm imi. Zoti Taulant, aktualisht që po zhvillojmë këtë intervistë së bashku, çfarë volumi pune kryen pasqyqeri Landi pra në të dyja objektet tuaja, në dyqanin që vetëm tregtoni dhe në dyqanin ku tregtoni dhe keni punishtën tuaj? Sa është lloji i ëmbëlsirave që prodhoni e të tjera të dhëna teknike si këto? Neve fillojmë nga ëmbëlsira tradicionale, që mund të themi pak a shumë që mund të jetë kompekaj, baklavaja, kadaifi që futen tek ëmbëlsira në shef. Pastaj të dalim tek monoporcione, që janë shumë vëshmëri, ka shumë monoporcione. Pastaj kemi edhe gelaterinë, domethënë që është akullorja që
Të flasim pasaj për shumëllojshmërinë, janë shumë lloje ëmbëlsirash, ndërkohë nuk e se mund të themi do të 1, 2, 3, po them që mund të themi mbi 50. Mbi 50 asortimente. Po lënda e parë me cilën ju i prodhoni këto ëmbëlsira, cila është dhe nga e merrni? Lëndën e parë është gjithmonë janë distributorët që janë këtu në Shqipëri. Fillojmë te Neranzi, te Puratos, te ASD, te BBI Group, te Alta Group. Domethënë këta janë distributorë goxha të mëdhenj. Kështu që zotin neve kemi marrëdhënie shumë të mira me pronarët e këtyre. Kemi goxha tratativa të mira, shkoj mirë, e di shumë mirë se çfarë lëndësh të para merr pasqyri landi. Dhe me këto ecim. Dhe prodhimet tuaja janë cilësore, duke pasur dhe këto partnerë cilësorë. Janë partnerë goxha cilësorë. Si në çokoladë, si dhe në lëndët e para të si të akulloreve, si dhe të pasticërisë. Po, Taulan, në pyetjen e fundit të pjesës parë të emisionit që jemi së bashku, po flasim për kontributin tuaj në sektorin e prodhimeve të ëmbëlsirave, të pasticërisë, do ju pyes pak edhe për stafin që ju keni rekrutuar këtu. Çfarë kushte do të plotësoj stafi që ju e rekrutoni? Pra që keni punësuar në të dy objektet tuaj. Neve stafi që gjeve momentit tani t'i falenderoj, kemi patur staf goxha të mirë, sidomos një bazë të qëndrueshme ka qenë 3 ose 4 goca që kanë qenë goxha të qëndrueshme gjatë gjithë kohës që neve kemi patur punën. Stafi duhet të plotësoj kushtet e para që duhet të jenë më tepër kemi femra, se jo meshkuj, sepse femrat ndërkohë edhe lajnë edhe shplajnë kurse neve meshkujt jemi çik. Neve 80% të punës e bën vetë si unë, si nusja, si dhe djali. Domethënë si e bën vetë 80% të punës e heqin vetë, kurse këto janë punë ndihmëse që mund të bëjnë punëtorët tonë bëjnë punë ndihmëse thjesht larje, shplarje, vende për vende. Konsultuar dhe djalin tuaj këtu Kristin, pra jeni sigurt që në një tarë shumë të largët, sepse jeni ende i ri, do t'ja trashëgoni atij këtë biznes. Absolutisht. Edhe nëse unë nisem për ta zhvilluar pasqyrin, unë nisa vetëm thjesht nga djali që domethënë të kishte edhe ai një vend pune. Sepse diet këtu në Shqipëri duhet t'ja krijosh, nuk ta krijon njeriu, përveç se duhet ta krijosh ti vetë. Dhe djali eci në gjurmët e mia dhe eci në mendimet e mia, ku pastaj nuk hezitova fare që të investoj, që thjesht ai të kishte një të hartë me goxha të mirë. Edhe shkollimin e ka të profilit, apo jo? Po, dhe shkollimin e ka të profilit, ka bërë 2 vjet kurs, 2 vjet shkollën 2 vjeçare tek Neranzi. Atëherë Taulan, e lam rrëfimin tuaj, intervistën për emisionin Gjurmë tek djali juaj, pikërisht tek Kristi. Ju keni shumë besim tek profesionalizmi i tij, prandaj keni shkolluar dhe profilizuar në sektorin e pasqyrisë. A e keni bërë qysh tani administrator në një nga 2 objektet tuaja që keni në dispozicion? Kristi është administratori i pikës tjetër të shitjes, dhe ndërkohë, punojnë ndërkohë, që është pothuajse ka një volum goxha pune edhe ai, këtu në punë në laborator, dhe duke patur gjithmonë besim se te krahët e mendja se do eci dhe ai, jo besoj, po 100% duhet eci dhe ai përpara, është administratori i pikës së shitjes, domethënë që neve kemi në Pika që vetëm tregton ëmbëlsira, sepse atje nuk ka mundësi domethënë që të bësh laborator, sepse do ishte një investim për mua, do ishte një investim i kotë, domethënë që të kishte ngritur atje një laborator. Laboratori qendror është këtu ku po marrim intervistën, ku gjë këtu dalin gati 80% të produkteve, 80%, kurse 20% vjen edhe në për janë për vendet e tjera. Që në të njëjtën kohë dhe këtu neve dhe tek ku jemi në dyqanet poshtë dhe tregtojmë, dhe te pika tjetër tregtohen ëmbëlsira. Po, Taulan, të kalojmë në aktualitet. Pak ditë më parë, unë jam informuar nëpërmjet Facebook-ut tuaj, ju morët titullin mjeshtër në pasqyri. Çfarë kushtet plotësuat ju dhe kush ja u dha këtë titull? Atëherë, kushtet që duhet të plotësoheshin thjesht është shoqata e Bukës dhe pasqyrisë që bëri autorizimin të dhomës pra referoj emrin tim tek dhoma kombëtare Zetaris, të cilët ata na dhanë titullin mjeshtër. Ju pash ju si bënit një prodhim aty apo jo, merresh të pyetje? Po, normale, që duhet marrësh në pyetje, merresh në pyetje, çuam edhe prodhimet tona. Kushtet një nga kushtet ishte që duhet kishim mbi 10 vjet në profesionalizëm, dhe këta neve edhe kishim plotësuar dhe kishim edhe te kaluar si profesion në pasqyri,
Pastaj kushtet e tjera ishin diplomat, domethënë që neve kemi edhe Trajnimet kushtet e trajnime, trajnimet normale që ishin trajnime, edhe kushtet në të cilën neve punoni, të cilët dhoma kjo shoqata e Bukës edhe me Rasimin që do t'i falenderoj dhe ata këtu Rasimin si edhe kryetarin Gëzim Bishkopia që na erdhën edhe na pan ku punonim, si punohesh. Kjo ishte një autorizim që ata i dhanë dhomës së zetaris, dhe të cilin na kurorzuan pasaj me çmime titull mjeshte që është besoj se duhet të jetë më maksimale që mund t'i jepet. Ma e një profesion. Absolutisht fare. Vërtet neve punuam gjatë gjitha kohës, jemi lodhur, jemi raskapitur, ka shumë probleme normale që nuk e se të vigje këtu, nuk është një punë thjesht goxha e lehtë, është një punë shumë e mundimshme si nga mendja nga trupi nga të gjitha. Dhe kurorzohesh nëse fundi me titull mjeshte që besoj se duhet të jetë goxha titull i bukur. Sa përqind e recetave tuaja që aplikoni ju në pasticëri Landi janë afër prodhimeve të ëmbëlsirave tradicionale të themi dhe të qytetit tuaj, pasi qyteti juaj Beratit është një qytet 2400 vjeçar. Qyteti Beratit, besoj se kush mund ta shikojë të video, do ta di shumë mirë që ka tradicionale një tabosh, të cilën neve zhvillojmë edhe atë këtu, ka dhe një Mont Blanc të cilën prapë edhe ne zhvillojmë, këto janë tradicionale të Beratit. Plus neve pasaj bëjmë edhe një kompekaj që për mua dhe i duhet jetë goxha tradicionalisht i Beratit. Ka kompani që na thonë që neve kemi kompekajin, kemi këtë, nuk jam tifoz i kësaj. Thjesht duhet të mbahet tradicionale, sepse duhet që ai që e ka ngrënë në 2005 në kompekajin tim duhet ta hajë në 2020 dhe në 2022 edhe në zhvillim. Kurse recetat të tjera tradicionale është një zhvillim i një zupi tradicional që pak a shumë mund t'i themi të tillë, të cilën neve e kemi zhvilluar me mënyrën tonë, në një zhvillim tonë sepse normalisht ka nikur ajo degustimi i një ëmbëlsire siç mund ishte para kohës, të cilë baballar tanë kanë ngrënë. Sot duhet të ndrohet siç ndrohet edhe mentaliteti, siç ndrojmë rrobat, siç ndrojmë të gjitha, duhet të ndrohet. Duhet të evolojmë, por mos i harrojmë traditën. Absolutisht fare duhet të mbajmë edhe traditën. Pra këto janë madhin pasticëri Landi, zupa, apo jo? Po, ne pasaj kemi zhvilluar, ndërkohë kemi zhvilluar edhe ëmbëlsirat që neve janë të importuara, i kemi përshtatur pak a shumë me mënyrën tonë të ngrënit, sepse në Berat si mund të hajt bie fjala në Itali, nuk mund të ham dot në Berat. Atë neve kemi zhvilluar një ëmbëlsirë italiane ose një ëmbëlsirë edhe greke, edhe kush mund të vijë edhe turke, për shembull, fjalë. Ne kemi zhvilluar në një mënyrën tonë, që dhe tjetrit i duket sa më e këndshme për ta ngrënë. Neve kemi 2 pika shitje. Po. 2 pika shitje, një që e kemi këtu tek në lagjën Muzakaj, kurse tjetrën e kemi në lagjën 10 Korigu, afër burimit ose mbrapa burimit, që e di shumë mirë kush është Berata, se di shumë mirë ku është. Nuk shpërndajmë as edhe një vend tjetër, pra i shishni totalisht në objektet tuaja. Në pikat tona. Po në marrëdhënie me raste festash të qytetarëve të Beratit nga qytetet e tjera pranë jush, a merrni pjesë me prodhimet tuaja, me torta, me neve mund të marrim pjesë thjesht në një ekspozit, marrim pjesë në për panaire, po për të çuar të pikat të tjera jo. Kush dëshiron dhe kush do, gjithmonë ka ardhur i ka marrë pranë nesh. Po për këtë ju pyeta, pra ata që porosisin për raste gëzimi familjare, vini porosisin? Vini porosisin, pastaj ndryshon porosia se mund të shkojnë në përshpira apo jo. Zakonisht funksionon e tillë, një tort fejese ose sidomos një tort martese, shkon tek lokalit dasmave, të cilën neve bëjmë edhe transportin, kurse për të tjerat jo. Është e gjitha merret, domethënë merret direkt nga pikat tona të shitjes. Po. Dhe së fundi, para se të interesohemi dhe për origjinën tuaj, që është për tradit për mua, si zhvillohet një ditë pune në pasticëri Landi, në objektet që ju tregtoni, por kryesisht deshëm të dinë për punishten që ju keni. Si nis një ditë pune dhe si mbaron? Atëherë, një ditë pune varet se sa impenjime ka. Domethënë zakonisht po marrim një ditë mesatare pune, normal që duhet mendosh gjë në darkë para se të flesh. Çfarë do të bësh ditën tjetër? Sepse nëse mungojnë çfarë asortiment është të mungojnë në për vitrina, atëherë ato duhen zvendësuar normal sepse kur të vi klienti nuk do ta gjej bosh. Zakonisht një ditë normale pune nis me berjen e panispanjës, që neve bëjmë atë gjë mëngjes. Pastaj kur në orën 9 vjen edhe stafi, neve organizojmë planin e punës, çfarë do bëj njëri, çfarë do bëj tjetri. Dhe 80% motori është jam motori i kësaj.
sepse tek unë duhet të kaloj gjithë furnizimet e dyqanit, që nuk do të mungoj as edhe një gjë në laborator. Pastaj janë organizimi i punës, që një kush duhet të shkojë në një vend punë, kush duhet të shkojë. Pastaj organizimi e çfarë duhet të bëhet gjatë ditës. Domethënë gjithë dita pothuajse është impenjuar deri mbas dite, deri diku mund të them ora 3-4. Por asnjëherë nuk e harron krahas menaxhimet dhe profesionin e pasqyqerit. Jeni vetë në prodhim. Absolutisht fare. 80% pra ajo thosha, 80% e punës kalon tek unë. Kurse një pjesë tjetër pastaj kalon te djalit, te nusja, te stela, edhe te punëtorët që kjo nuk edhe ata kanë dimesën e tyre sepse pa pastruar dhe pa larë dhe pa shplarje dhe domethënë pa i vendosur gjitha në përvende nuk mund ta organizosh dot punën. Është që ke vështirë për ta menduar, se si organizohet puna, po një njeri profesionalisht që kush e di se si bëhet puna jon, e di shumë mirë se çfarë po flas. Zoti Taulant, dal nga dal i ka ardhur fundi i emisionit Gjurmët, që jemi së bashku, por tregoni për jetën tuaj profesionale, por është bërë traditë për mua që në fund të emisionit, personazhin kryesor dhe në rastin konkret juve, t'ju pyesim dhe për origjinën tuaj. Nga rritni ju, cilët janë gjyshit dhe prindrit tuaj? Atëherë neve rrjedhim në një familje beratëse. Babai ka lindur në Berat, nena vjen nga Kuçova me prindërit e saj, një gjyshje kam patur nga nena vinte nga Vlora, kurse gjyshja vinte nga Shkodra. Kurse nga babi, nena ishte beratëse, kurse gjyshin të them të drejtën nuk e di se edhe babi nuk e ka gjetur, nuk e ka jetuar dot për ta pyetur se ka vdekur goxha i ri. Thjesht nena dhe babai janë munduar të na rrisin me atë frymën goxha të mirë, që neve të shkolloheshim, po na njerë nuk është e them. Ne shkolloheshim, pastaj nuk kanë të flasësh për nënën dhe baban, pastaj është goxha historie gjatë. Faleminderit edhe tyre që unë kam arritur gjë këtu, sepse di shumë mirë që kanë edukuar një fëmijë goxha të mirë. Me mundim dhe me raskapitje siç ishte ajo kohë, na kanë arritur, na kanë edukuar dhe janë munduar që neve të na rrisnim ashtu siç duhet. Babai gjithmonë na ka ushqyer dhe nëna ka ushqyer gjithmonë me punën, që neve gjithmonë duhet të punonim dhe vetëm thoshte vetëm punë. Dhe për mendimin tim dhe me çfarë shikoj gjatë gjithë jetës, domethënë gjatë gjithë jetës time që dhe kam marrë këtu, vetëm me punë arrihet gjithçka, nuk arrihet dot asnjë gjë tjetër. Më mirë të punosh dhe ta dish që ke djeshtën e ballit. Atë ka bërë nëna dhe babai, domethënë gjatë gjithë kësaj kohe. Taulant, po për familjen tuaj të vogël ju e pashkruat pak a shumë, jeni biznes familjar pak a shumë bashkë me punonjës të tjerë, na tregoni diçka? Të tregoja për familjen time, jemi goxha familje e mbledhur, e mirë,
mund të themi, sepse nga momenti që jem me gruan akoma 25 vjet që jetojmë bashkë, edhe me djalin edhe me djalin njësoj që vjen në punë mëngjes për mëngjes, edhe largohet pasaj gjithmonë me mua. Nuk ka çfarë mund të themi se familje me. Kush na njeh, unë nuk mund të themi do, por kush na njeh nga jashtë e di shumë mirë se çfarë bëjmë edhe kush jemi. Jemi thjesht një familje punëtorësh që punojmë nga mëngjesi dhe deri mbas ditës dhe deri në darkë, por mos të them ndonjëherë ka patur raste që kemi punuar edhe 18 orë, edhe 19 orë dhe ditën tjetër kemi ardhur prapë në punë. Taulant, qyteti juaj, qyteti Beratit, dallohet edhe një qytetari të lashtë, pra është 2400 vjet qytet. Nga ana njerëzore, ka pasur një periudhë Shqipëria jonë, kohën e komunizmit, që kemi rritur të varfër të gjithë. A harroni se nga keni ardhur, tashmë që jeni dikush, jeni sipërmarrës? E kujtoni që kush keni qenë dhe pra në marrëdhënie njerëzore kanë fjalën. Vazhdoni të qëndroni njerëzor, pavarësisht që jeni një sipërmarrës sot? Absolutisht që jam njeri human. E di shumë mirë që ajo punëtorja kur vjen në mëngjes, edhe unë neve bëhem njësh me ato. E di shumë mirë që kur duhet të haj bukën edhe kur duhet pi ujë, sepse unë vetë jam një punëtor. Pavarësisht se jam veshur me këtë bluzën sot, po të shikoj një ditë tjetër nuk do isha me këtë, do isha me një bluzë do xha herë më të pistë se sa kjo, sepse do isha bërë njësoj pisë si punëtorët e si të tjerë. Unë thjesht e konsideroj veten time, e konsideroj punëtor. Në jam punëtor vetë, atëherë punojmë që të gjithë bashkë. Kjo është. Taulant, unë falenderoj sinqerisht që u bëra pjesë e emisionit Gjurmët dhe uroj që edhe në të ardhmen ju, familja juaj të lini gjurmë në pasqërinë shqiptare dhe si qytetar të Beratit. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Faleminderit. Këtu i ka ardhur fundi emisionit Gjurmët për ditën e sotme. Ju kujtojmë se ishim në qytetin e Beratit dhe zhvilluam një bisedë me zotin Taulant Ngurza, administrator i pasqërisë Landi. Faleminderit për vëmendjen tuaj dhe mirupafshim në emisione të tjera.